Një ngjarje tragjike ka ndodhur dje rreth orës 15 në rrugën Ferizaj Prishtinë, ku punëtori 43 vjeçar Gazmend Ahmeti nga fshati Mihaliq i Vushtrisë ka humbur jetën pasi ra nga një lartësi gjatë punës në një objekt ndërtimi. Për këtë rast tragjik është raportuar dje. Familja njofton se varrimi i Gazmendit do të bëhet sot më 08/02/2026 në orën 16:30 në varrezat e fshatit Mihaliq në Vushtri. Zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka bërë të ditur se ekipi mjekësor konstatoi vdekjen në vendngjarje. Policia në koordinim me prokurorinë dhe inspektoriatin e punës ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes.